Kryeministri Edi Rama pati një shtrëngim duarsh me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në bordin e paqes, e gjithashtu mbajti një fjalim ku kërkoi vëmendje ndaj ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët ndodhen në Hag. Për folur për këtë temë kam të ftuar në një lidhje direkte Grit Roy, pedagog i politikës në Universitetin CUNY në New York, si dhe ka një podcast me Grit Roy, i cili transmetohet në kanalin e tij. Griti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Griti, si e pat këtë, po themi, shtrëngim zhduarsh të Donald Trumpit me zonin Rama dhe fjalimin e tij në bordin e paqes? Po si që kemi analizuar dhe më parë, kjo ishte një kërkesë që ishte bërë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, disa vendeve të ndryshme, dhe të cilën kryeministri shqiptar e shiti si arritje të vetën, nuk ishte arritje e zotit Rama, është një ndërhyrje ndërkombëtare e një fuqie të madhe, e cila kërkon të ndrojë mënyrën se si konceptohen ndërhyrjet ndërkombëtare dhe aleancat ndërkombëtare. Dhe në këtë pjesë, kryeministri i Shqipërisë luan një rol shumë të vogël, pavarësisht se duke qenë nga 50 parët është relativisht i rëndësishëm. Kaq për sa i përket asaj ekstazës që ka zaptuar mediat shqiptare, ku flitet për shumë çka dhe thuhet se kryeministri qenë ka Skënderbeu i dytë. Nuk i afrohet realitetit kjo. Thënë kjo, duhet të përmendur që ky ishte një lloj suksesi personal për Edi Ramën, sepse mbriti që të shkojë në Washington dhe të takojë presidentin amerikan. Kjo nuk do të thotë ama se problemet e zotit Rama kanë përfunduar, kjo nuk do të thotë që kjo ishte një gjë e mirë për shqiptarët, kjo nuk do të thotë që në fundit zoti Rama e bëri këtë për të përparuar agjendën e shqiptarëve. Pavarësisht se fjala e tij përmbajti atë gjën e duhur, që ishte ngritja në nivel ndërkombëtar i problemit të komandantëve të UÇK-s. Kjo ishte vërtet gjë e duhur dhe për këtë zoti Rama meriton përgëzimet deri aty sa shkojnë përgëzimet e rastit të ditës në bordin e paqes. Mirë po, në diplomaci nuk vlen vetëm fjala, po vlen shumë edhe veprimet, nuk vlen vetëm simbolika, po vlen edhe struktura që ke mbrapa. Dhe në këtë pikë, zoti Rama ka treguar që është një lojtar karagjoz në politikën ndërkombëtare, sepse është i njëjti lojtar që shumë pak kohë më parë thonte që me Kinën na lidh një pikë mjalti. Është i njëjti lojtar i cili në vitin 2016 për presidentin Trump shprehej se do të vendoste në rrezik marrëdhëniet shqiptaro-amerikane nëse do të zgjidhej. Ja ku jemi, zoti Trump, presidenti Trump është zgjedhur për herë të dytë ose ndoshta edhe të tretë, dhe zoti Rama ka ndryshuar mënyrën se si bie sazës së tij verbale. Pra, ajo që mungon këtu është një politikë e bashkërenduar për shqiptarët, me Kosovën, me Iliridën, me shqiptarët të tjerë, me komunitetet tjera, ku të shihen këto veprimtari diplomatike si një vend për të përparuar interesin e shqiptarëve. Në rastin ton, këto shihen nga pozita si vend për të përparuar interesat personale të atij që është në krye të vendit, dhe nga opozita si mënyrë për të usharë me njëri tjetrin dhe për të krijuar oponencë boshe. Asnjëri as tjetri nuk kanë të drejtë. Zoti Rama foli atë që duhet, foli mirë. Do ishte mirë që ta kishte bashkërenduar, që të ishte në vend që të ishte një karagjozllëk i tipit të tij, ku ai foli me mënyrat e veta jo fort serioze. Do të kishte qenë më mirë ta kishte bashkërenduar me Kosovën, po gjithsesi i duhet njohur merita që përmendi rastin e tmerrshëm të gjykatave fars të Hagës, në të cilat po mbahen peng komandantët e UÇK-s. Sa besoni që kjo ishte një ngritje zëri e sinqert nga zoti Rama për ish-komandantët e UÇK-s, se sa një, po themi, lloj karagjozllëku, siç e përmendët ju, për të rënë në sy të Donald Trumpit? Unë nuk mendoj që e kishte fort seriozisht, sepse është i njëjti kryeministri që ka mik të ngushtë Hashim Thaçi, atë Vučićin, që
pra i njëjti që ka mikun e ngushtë të vlla Vučićin lufton për Hashim Thaçin, më duket një paradoks shumë i madh. Edhe një herë do të përsëris faktin që nuk kishte bashkërendim, pavarësisht mosmarrveshjeve që kanë Rama dhe qeveria Kurti, duhet ishte një moment i bashkërenduar, duhet ishte një agent pro-shqiptare, ku Kosovë mos ishte vetëm fati i komandantëve të UÇK-s, po të lidhej krejtësisht me fatin e Kosovës, dhe është një punë të cilën duhet ta them dhe këtë, është duke e bërë deri në një farpike presidente e Kosovës, e cila ka krijuar marrëdhënie, po druaj shumë se dhe ajo ka arsye personale për zgjedhjes vetë të tjerë. Megjithatë nuk duhet paragjykuar, puna që ka bërë presidentja Osmani është një punë e mirë, ka krijuar disa marrëdhënie të mira me administratën Trump, dhe deri në këtë pikë duhet përgëzuar, por gjithsesi faktori shqiptar duhet me patjetër që të bashkërendojë veprimet e veta, jo vetëm midis dy qeverive, jo vetëm midis kryeministrave, po në çdo lloj niveli, duke përfshirë edhe shqiptarët që jetojnë në ashtu quajtur ish Maqedoni e Veriut, dhe kudo tjetër, përfshi edhe diasporën e cila të paktën ka një rol shumë të fortë në vendet evropiane, vendet qendrore evropiane dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk ishte një përpjekje serioze. Duhet të them edhe një diçka tjetër, që kryeministri nuk ka në një shpresë, të paktën në gjykimin tim, nuk ka në një shpresë shumë të madhe që nga kjo të përfitojë uljen e tensioneve të brendshme, uljen e presionit të brendshëm që ka nga drejtësia. Unë nuk mendoj që janë të lidhura të dyja gjërat, do t'ju kujtoja se që kam kujtuar disa herë që disa muaj përpara se sa të vritej në rrugët e Libis, Gaddafi u prit me saltanete në Washington, ju lejuan disa çadër, një çadër e madhe, sepse nuk donte të përdorte hotele, dhe një trup me bodyguard e femra, e të tjera. Pra, diplomacia ka ritmet e veta, ka mënyrat e veta, po kjo nuk pengon marrëdhënien reale midis shteteve, dhe unë besoj që agenda amerikane nuk ka për të ndryshuar në Shqipëri, vetëm se zoti Rama i shtrëngoi dorën presidentit amerikan. Ka pasur shumë zëra nga opozita dhe disa zëra, po themi, nga media, të cilët theksonin që zoti Rama nuk e kalon dot oqeanin pasi është shpall non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E para, a ishte kjo një, po themi, një pritje e Ramës, kjo ftesa që për të thënë që unë jam okay me Amerikën, dhe e dyta, pse gjithmonë duhet që opozita t'i varë shpresa se çfarë do bëj Shtetet Bashkuara të Amerikës me kundërshtarin e vet? Ju vazhdoni dhe këmbgulni, unë disa herë kemi pasur këtë diskutim miqësor, ju vazhdoni e këmbgulni dhe i quani ata që dalin në përmitingje her pas here opozita. Unë do të isha më i kujdesshëm, do të thoja që pseudo opozita, ata që kanë rolin e opozitës, por që janë mbështetësit më të mëdhej të Ramës sot, janë pikërisht ata që dalin në ato mitingjet me Molotov. Pse e them këtë? Sepse kjo lloj opozite shterë, pa ide, pa koncept, është një opozitë që i shërben vetëm një grupit, veçantë që është Paria e Tiranës. Pra Paria e Tiranës ka nevojë për njerëz që të bëjnë zhurmë, ka nevojë për njerëz që të zaptojnë vendin, ka nevojë për njerëz që të hedhin Molotov, që njerëzve t'u duket se ne po bëjmë opozitë të ashtu quajtur të fortë. Dhe kanë zaptuar vendin, i shërben vetëm atij që kishte dalë dje në miting bashkë me një ish prokuror që përpaksa nuk e hodhi nerë me një kriminal të njohur. Kështu që opozita, e ashtu quajtur opozitë sot, i shërben interesave personale të familjes Berisha dhe për aq sa ka më fuqi të Ilir Metës, i cili ndodhet në burg. Kjo është çështja e opozitës. Ky është roli i opozitës brenda Parisë së Tiranës, e cila është kompakte, e cila vepron gjithë bashkë. Dhe për sa kohë që të ketë këtë lloj opozite shterp, ose pseudo opozite shterp, pa ide, me këto qesharakërira që nuk kalon dot oqeanin e gjëra të tilla, me kundërshti të brendshme të pafund. Nga njëra anë vërtet balluku në spak, nga ana tjetër
thot po kur na kapin kryetarin e është skapi, nuk është më spaku. Të gjitha këto janë kundërshti të tmerrshme, janë kundërshti që njerëzit i perceptojnë, i shohin për ditë me disa figura super të diskredituara e opozit, me njerëz të cilët kanë 30 vjet që vetëm se kanë treguar legenërinë e tyre politike dhe mos pasjen e asnjë lloj nderi, jo vetëm politik, po dhe në jetën e përditshme, për sa kohë që është kjo opozit, zoti Rama është kaluar, kur thonë shqiptarët, tallet me ta, sepse nuk e kanë nivelin ata që ta kundërshtojnë. Janë në nivel shumë më të ulët se sa ai. Ndërkohë që Shqipëria vazhdon të dëmtohet. Fakti që opozita është e dobët dhe nuk ka asnjë lloj shansi të bëjë opozitën reale, nuk e pengon Shqipërinë që dëmtohet për ditë, të Shqipërinë të shpopullohet, që njerëzit të humbin shpresën, që të shqiptarizohet, ka filluar një proces sistematik i ripopullimit të Shqipërisë me popullsi të huaja. Nuk ka më shpresë ekonomike, sepse oligarkia është e ulur këmbkryq, ka kryer çdo punë. Është një oligarki e kontrolluar nga Sindikata Ndërkombëtare e Krimit pa asnjë ndyshje. Çdo lloj përpjekje minimale dhe e vogël brenda këtij rrethi pengohet, dhunohet dhe nxirret jashtë loje. Atëherë nuk mund ta quajmë mitingun që ndodhi dje miting opozitar, është mitingu i një trusti kriminal që do të mbrojë familjen Berisha, ashtu siç është një trust kriminal, sekt kriminal edhe ai që mban në pushtet kryeministrin Rama, ose ka qenë sekt kriminal ai që ka mbajtur si balans midis dy palëve ish presidentin ose ish kryeministrin Meta. Ka pasur mjaft presion si nga Bashkimi Evropian, po ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me vendimin e Kuvendit të Shqipërisë ose më saktë Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Megjithatë, Rama duket se ka pasur një stepje për të vendosur lidhur me po themi dhënien e autorizimit për të ndryshuar masën e sigurisë ndaj Belinda Ballukut, ku tashmë kërkohet ose arrest shtëpi ose arrest me burg. Si shikoni këtë qasje të zotit Rama ndaj Belinda Ballukut dhe besoni që do ta jap imunitetin në SPAK dhe të ketë masa të tjera për Ballukun? Kjo që ju sapo thatë, nuk besoj që ka për të ndryshuar dhe do të vërtetoj këtë që unë sapo parashikova, që marrëdhëniet e zotit Rama me drejtsinë e kryeministrit, duhet thënë se e ka titull, me drejtsinë nuk kanë për të ndryshuar se i dha dorën presidentit Trump. Bordi i paqes i shërben një agjende amerikane e të disa shtetet të tjera, ku Shqipëria, ku zoti Rama shkoi si shërbëtor, ku nuk kishte asnjë lloj mundësie që të ndryshojë agjendën, thjesht aty ku e pati mundësinë hodhin sken idenë e duhur ose gjën e duhur. Tani të kthehemi çështjes së drejtësisë në një herë, pra, dhe çështjes Balluku. E kam thënë diku tjetër dhe do të vazhdoj ta përsëris që unë mendoj që është bërë si tullumbace çështja Balluku. Nga njëra anë është vendosur si vije kuqe që nuk duhet kaluar, po në politikën shqiptare dhe në politikën e Parisit të Tiranës nuk ka kurrë vija të kuqe, ka gjithmonë një çmim për t'u paguar. Mos harroni që kemi raste të tjera ku e njëjta histori ndodhte. Kemi rastin Sajmir Tahiri për shembull, që tani më është harruar, është biznesmen i nderuar, madje shumë i suksesshëm në Shqipëri, i cili pretendohej se kishte një dosje të madhe me dhëna për kryeministrin që do dilte sot, do dilte nesër, në fundit pranoi të bëj pak burg dhe të marrë dhe të përfitoj financiarisht dhe e tregoi se kaq e kishte çmimin e vet. E njëjta gjë ka mundësi që mund të ndodhë me zonjën Balluku, megjithse unë kam parashikuar që me zonjën Balluku është pak më vështirë, sepse ajo është një nga pikat kyçe të mekanizmit të Parisit të Tiranës, e megjithatë asnjë pikë e mekanizmit nuk mund të jetë më e madhe se sa makineria vet. Kështu që edhe në këtë pikëvështrim edhe zonja Balluku është e sakrifikueshme teorikisht, mvaret se sa do të pranoj kryeministri që të lëshoj, duke pasur parasysh që nuk ka njeri tjetër sipër Belinda Ballukut. Mbi zëvendës kryeministrin është kryeministri. Dhe shumë nga aferat në cilat është akuzuar zonja, janë afera ku kryeministri me gjas
paktën ka pasur dieni, po me shumë gjasë vetë ka vënë edhe firmat. Pra, nuk besoj që është kaq i kollajshëm lëshimi. Pra kjo është ana e qeverisë. Por në fundit ata do të bëjnë kompromisin e dur për të shpëtuar sistemin hajnor kleptokratik dhe të kontrolluar nga sindikata ndërkombëtare e krimit. Dua të shpreh këtu edhe palën tjetër, sepse nga ana tjetër, pala tjetër e përdor Belinda Ballukun si mbulojë të madhe të lakuriqësisë së vet opozitare. Pra, sikur që ekzistojnë këto raste që ashtu quajtur opozitë të bërtastë ketë diçka për të bërtitur, sepse përndryshe do t'i duhet përgjigjej që lufta kundër krimit organizuar që ta bëj për herë në tretë në qeveri që s'ka bërë 2 herë të para, marshalli i trustit të gështenjave, siç e quajun kryetarin aktual të opozitës, në qoftë se do të kishte vërtet ndonjë dashamirësi ndaj agjendës antikrim, nuk do të fuste në grupin e vet parlamentar kriminal të njohur. Siç është ai që përmenda më parë, ose si ajo zonja vllai i cilës u arrestua së fundmi, e cila ka një histori gjatë me krimin organizuar. Pra këta janë gjithë bashkë. Këta janë të gjithë të lidhur thellësisht me krimin organizuar, këta janë gjithë pjesë e të njëjtave struktura dhe për sa kohë që kjo lloj strukture qëndron e paprekur, për sa kohë që këta ndrojnë njëri tjetrin nëpër postet qeveritare, asgjë reale nuk kanë për të ndryshuar në Shqipëri. Këtë e kanë kuptuar ata që mbështesin drejtsinë, SPAK-un, dhe SPAK-u po synon pikërisht për fillimisht për të dobësuar dhe pastaj ndoshta unë shpresoj shumë për të rrëzuar këtë lloj sistemi dhe për të ndërtuar një sistem shtetëror ku të kemi interesat kombëtare, një shtet kombë të shqiptarëve për shqiptarët, ku shqiptarët kanë fjalën e tyre dhe ku të shihen pikë pari interesat e shqiptarëve. Por edhe një të fundit, kjo nuk është kjo nuk është punë më e SPAK-ut, kjo do të jetë punë e qytetarëve shqiptar. Këtë në fakt do të pyesja, a ishte strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përmes SPAK-ut të bënte një restart të politikës shqiptare dhe të nxirrte politikanët e vjetër nga skema dhe të fillonte në kushte të barabarta me politikanë të rinj? Unë nuk mund ta di se cila është agjenda e mbrame e Shtetet Bashkuara të Amerikës apo e kësaj administrate, sepse nuk jam i punësuar në të dhe nuk flas në emër të tyre. Por nga pikpamja analitike, unë mund të them me bindje të plot që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë agjendën e vet, kanë interesat e tyre dhe veprojnë kur ju duhen interesave të tyre. Kur ju duhet që të veprojnë për hir të interesave të tyre. Nuk veprojnë një shtet i madh asnjëherë për të shpëtuar një popull të përgjumë, ose një popull të hutuar, ose një popull që ka mbetur i pa shpresë. Veprojnë për interesat e veta. Kjo ndarje duhet bërë. Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjykimin tim janë aleati më i qëndrueshëm dhe më i dur për shqiptarët sot e në vazhdimsi. Por kjo nuk do të thotë që shqiptarët duhet presin që t'ju vinë nga Amerika ose nga Shtetet Bashkuara të Amerikës shpëtimi fundor. Nuk ka për të ardhur as nga qielli, as nga Amerika dhe as nga njerëz që vinë nga Amerika. Ndryshimi duhet fillojë tek secili brenda për brenda. Pra, rreziku që i kanoset Shqipërisë është një rrezik ekzistencial i çkombëtarizimit të vetmit shtet që na e njohin si shtet shqiptar. Urojmë që shpejtit njihet edhe Kosova më gjerësisht se sa kaq, por për momentin vetëm Shqipëria njihet si shteti i shqiptarëve. Ky shtet po shqiptarizohet, ky shtet po dhunohet, ky shtet është vënë në duart të sindikatës ndërkombëtare të krimit, ky shtet është vendosur në duart të shumë agjentëve të huaj. Dhe deri diku, për sa kohë që kjo nuk rrezikon interesat amerikane, një shtet i madh si Amerika është e gatshme ta tolerojë. Ndërhyn aty ku nuk toleron dot për interesat e veta. Kjo nuk duhet të na vejë në gjumë, na përgjumë, e të na thotë që lëre se e bën Amerika këtë punë. Vetëm shqiptarët mund ta bëjnë Shqipërinë, vetëm shqiptarët duhet ta bëjnë Shqipërinë, dhe vetëm populli shqiptar ka drejt që të vendosë cila do të jetë ardhmja e vet. Kriti, kam dhe i temë të fundit, besoj se e keni ndjekur
deklarimet e ish komandantëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në Hagë, si e patë gjithë atë, po themi, qëndrim të tyre dhe a besoni që do ketë një vendim pozitiv ndaj atyre? Shikoni, ata komandantët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës janë heroj të pamohueshëm të popullit shqiptar. Lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është nga luftrat më të pastra që ka bërë populli shqiptar, është një nga motivet e krenarisë të popullit shqiptar ndër shekuj. Kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi. Kushdo që vendos këtë në diskutim, është një tradhtar i shqiptarëve, është një spiun i fuqive të huaja dhe punon për dikë tjetër jo për shqiptarët. Thënë kjo, gjykatën e Hagës e krijuan disa fuqi evropiane, të cilat me mbështetje ndërkombëtare do themi, jo vetëm disa fuqi evropiane, por nuk ishte ky motivi, nuk duhet kishte qenë ky motivi. Motivi i ndrrimit të historisë. Është një gjykatë fars, është një gjykatë pa asnjë lloj legitimiteti, është një gjykatë që duhet kishte përfunduar me kohë, është një gjykatë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet ta denoncojë, duhet ta kishte denoncuar me kohë, po të paktën ta bëj sot, ta bëj në momentin e fundit. Thotë që kjo nuk është një gjykatë që ne e njohim. Ne shqiptarët nuk kemi për ta njohur atë gjykatë. Çfarë do lloj vendimi fars t'japi ajo gjykatë, sepse duket se çfarë lloj gjykate është, ne nuk kemi për ta pranuar, është një gjykatë fars, është një gjykatë që i ka marrë dhënat nga prokuroria serbe, është një gjykatë që i shërben Vučićit, i cili është ish zëdhënësi i Miloševićit, i dënuar nga një gjykatë ngjashme. Pra, ka shumë çka që është jo konsistente në këtë veprimtari. Tani, fjala e komandantëve, sigurisht që duke qenë heroj ata kanë të drejtën që të paraqesin si që ndjejnë ata luftën që kanë bërë, lufta nuk është thjesht e tyre, është e gjithë shqiptarëve, por ata kanë vënë kokën rrezik në atë moment të caktuar. Në luftë dalin vetëm ata që kanë për brenda përbetimin se për Shqipërinë dhe për shqiptarët janë gati të japin jetën. Dhe betimi i ushtarëve të UÇK-s nuk ka qenë për të krijuar Republikën e Kosovës, as kombin kosovar, por ka qenë për bashkimin e trojave shqiptare. Dhe ka qenë një betim shumë i thellë, i cili mallkonte çdo, qoftë edhe nga gjaku i vet, në qoftë se i dilte kundër kësaj agjende. Pra, duhet kemi parasysh që në historinë e kombëtarizmit shqiptar, UÇK-ja është një epope e laftishme. Çfarëdo që thotë gjykata, e vetme gjë e cila kam që druaj se do të bëhet realitet është se do të ketë reagim. Nuk besoj që shqiptarët do ta lënë pa reaguar një vendim të padrejtë që favorizon prokurorët. Unë uroj shumë që gjykatësit të kenë shumë më tepër integritet se sa prokurorët dhe të marrin vendimet e duhura. Ata komandantët duhet ishin liruar prej 5 vitesh tashmë. Në fjalimin që pati Hashim Thaçi, ndër të tjera tha që këto akuza që mi ka ngritur prokuroria e Hagës i kam dëgjuar duke i thënë kundërshtarët e mi politik në Kosovë. Unë kam shumë rezerva që për përdorimin e çështjeve të tilla në luftën politike, por në një farë mënyrë e kuptoj ish presidentin Thaçi, sepse ka një mangësi të thellë të qeverisë aktuale të Kosovës në mbrojtjen e interesave të Kosovës, sepse shikoni, në gjykimin tim një burr shteti nuk duhet ta tejkaloj rivalitetin politik dhe marrëdhëniet politike të brendshme. Në marrëdhëniet politike të brendshme ndodh shumë çka. Ndodhin zënka, ndodhin arrestime, ndodh shumë çka. Kur vjen puna për të përfaqësuar Kosovën si shtet, dhe kur vjen puna që arrestohet ish presidenti i Kosovës, i cili u paraqit vetë në gjykatë dhe mbahet në paraburgim për 5 vite, është e pakonceptueshme që një qeveri që i thot vetes evropiane, që kërkon të modernizoj e të tjera, të mos shprehet për këtë, mos e vendos këtë si kusht të çfarë do lloj veprimi tjetër. Nuk mundet që ish presidenti i një republike të jetë në paraburgim për 5 vite me provat që i kanë dhënë xhelatët e tij, ata të cilët e kishin shpallur terrorist. Pra, është e pamundur.
Thënë kjo, ish komandantët që janë në Hagë, edhe ata nuk janë krejtësisht, janë praktikisht ata që sollën në jetë këtë gjykat, edhe ata nuk janë pa fajet e tyre politike, sepse nuk ka engjëj në politikë, jemi të gjithë njerëz dhe të gjithë bëjmë her pas here gabime. Kjo nuk i bën ata të dënueshëm nga kjo gjykata farse Hagës, por edhe nuk e justifikon qeverinë aktuale të Kosovës në atë që në heshtjen e vet të tmerrshme për shkak të epërsisë politike që fitoi me anë të qenies tyre atje. Kjo për mendimin tim do të mbetet si turp i marrëdhënieve të tyre. Pra, këtë deklaratën e zotit Thaçi unë interpretoj si njeri që ka 5 vjet që është në burg pa të drejtë dhe qeveria e vendit të cilin ai luftoi desh të jepte jetën për ta çliruar, nuk ka ngritur asnjë çerek gishti. Dhe sigurisht që nga pikpamja njerëzore është e kuptueshme. Çfarë është kjo qasje e zotit Kurti? Si e shpjegon? Kjo është një pyetje për zotin Kurti. Unë kam mbështetur zotin Kurti në fillimet e veta kur ishte fort i bindur dhe nuk përkulej, fort i papërkulshëm kur fliste për bashkim kombëtar. Ndërsa sot duket sikur zoti Kurti i ka lezetuar koltuku, në një farë mënyrë në të njëjtën mënyrë se si dolën nga rruga e duhur gjatë qeverisjes disa nga komandantët e UÇK-s kur ishin në pushtet. Pra, ky është një problem që ne kemi, që duhet ta kishim, që duhet ta adresojmë, sidomos në Kosovë, sepse Kosova është pika nevralgjike e shqiptarisë sot. Është e pa shpjegueshme për mua që zoti Kurti nuk është sjell ashtu siç duhet, por zoti Kurti ka qeverisjen e vet, i ka dhënë votën populli i Kosovës dhe për sa kohë që i beson populli i Kosovës, përfaqëson shtetin e Kosovës, kështu që duhet gjetur gjuha që zoti Kurti të bëjë gjën e duhur nga sot e tutje. Unë mendoj që në marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë nuk është krejtësisht fajtor vetëm zoti Kurti. Zoti Kurti përballet me një pari të Tiranës e cila nuk e do Kosovën, me një pari të Tiranës e cila e ka frikë Kosovën, pikërisht për faktin se një shtet kombi shqiptarëve që sigurisht nuk mund të mos përfshi Kosovën, rrezikon pushtetin, sundimin e tyre ndaj shqiptarëve. Kështu që të dy këto faktor janë të rëndësishëm në gjykimin që i japin. Zoti Kurti duhet që të urgjentisht që të ndryshojë rrugë, duhet urgjentisht që të ndaj pushtet me gjithë faktorët politikë shqiptar në Kosovë, në mënyrë që të përballet me disa vështirësi të cilat nuk do të jenë të lehta. Sepse çdo përçarje mes shqiptarëve krijon favore për kundërshtarët tanë dhe në rajon ne kemi kundërshtar për jetë siç janë serbët dhe grekët. Griti, faleminderit shumë për analizën që bë këtu me mua në VIP Magazin, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime.